Hajde Folim është një platformë online që ekziston që nga viti 2021. Sa e mirë është që her pas here t'ja japim vetes kohën të marrim frymë thellë dhe ta njohim veten, të flasim me veten dhe të njohim emocionet tona. Shpesh nga ngutia për me arrit, e tha dhe psikologja ma herët, nuk kemi kohë ta njohim as emocionin tonë, nuk kemi kohë ta përjetojmë as dashnin ndaj personave tonë të afër. Thjesht kryjm obligim, si nanë, si motër, si vajzë, si shoqe, i kryjm obligimet sociale ose morale që kemi ndaj tyre, por nuk e kemi një ndjesi që përjetojmë për shkak të ngutisë dhe dinamizmit që na merr përpara. Dhe nuk ja japim vetes 1 minutë, 2 ose 3 ose më shumë, që të nalemi, të marrim frymë dhe të flasim me veten. Se çka na bën të lumtur, se çka s'na bën të lumtur, se çka po na prish ditën, se çka po na ndreq ditën, e shumë pyetje tjera. Hajde Folim është një platformë që ka misione dhe qëllime të tilla, psikologjike dhe sociale. Një platformë që ndihmon shumë, sidomos me aktivitetin e fundit. Por do të njihemi më shumë me Hajde Folim përmes personave që kanë ftuar si përfaqësues të krejt ekipes së madhe që punojnë dhe që kanë këtë mision dhe që po arrin ta dërgojnë deri në fund, e duke përkrahur edhe medialisht i ndihmojmë edhe më shumë që të hyjnë në treg dhe target grupi i tyre të arrihet sa më shpejt. Të ftuar sot në emision kam Egzona Gigollaj, psikologe dhe dizajnere e produkteve Hajde Folim, dhe Ardiana Shillova, koordinatore e partneriteteve, njëkohësisht pedagoge sociale. Të dyja i kam studio. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, falenderët shumë për ftesën. Mirë po atë studio. Edhe ma shumë falenderët për krejt hapësirën mediale që me e paraqit rëndësinë e shëndetit mendor, sidomos në këtë muaj që veç e cekët edhe jo pak ma herët që është muaj i ndërgjegjësimit të shëndetit mendor. Shumë kënaqësi Egzon. Faleminderit shumë me Egzon, faleminderit shumë Ardian, dhe faleminderit shumë në emër të krejt qytetarëve që janë fans të shëndetit mendor, sepse po e them në këtë mënyrë se duhet, unë e thash edhe më herët, ta kemi prioritet dhe duhet ta duam shëndetin tonë mendor për të pas një shëndet përgjithshëm më të mirë. Po doja të shkojmë kështu gradualisht me u njoft pak me Hajde Folim platformën. Çka është dhe cili është qëllimi i Hajde Folim? Atëherë, platforma Hajde Folim është një platformë digjitale, i përbëm prej 7 anëtarëve, cilët punojnë vazhdimisht. Ideja e Hajde Folim është kriju fillimisht si një faqe në Instagram, krejt e thjesht, në pas periudhës së pandemisë, do e pa parasysh që sa shumë e kanë pas nevojshme njerëzit me u informu me gjëra që po i kalojnë ditëve të përditshme. Edhe ideja ka qenë me informu njerëzit pak ma shumë rreth shëndetit mendor edhe sfidave që kanë qenë atë kohë të u përballë njerëzit, po që janë edhe vazhdojnë me qenë po aq të rëndësishme edhe si sfida në ditët e sotme. Fillimisht është kriju pra si një faqe thjesht Instagram, edhe mandej gradualisht njerëzit kanë qenë shumë të interesuar rreth kontentit që kemi shfaq në këtë faqe, edhe ja ku jemi tash. Ja ku jeni. Duke u rritur dhe duke u bërë një familje shumë e madhe. Ku faqja Hajde Folim përmban rreth më shumë se 17.000 ndjekës aktiv, me cilët i ndajmë informacionet, edhe mundohemi që përmes Hajde Folim me sjellë informacionet të nevojshme për njerëzit, ndonë se jo përmes terminologjive shumë të rënda, që njerëzve mundet me ju dok pak sikur me ju ik, ose si me pas frikë për to. Ideja e Hajde Folim është me i kthy ato terminologji në gjuhë më të thjeshtë dhe më të kapshme për njerëzit, që edhe me ju shfaq interes, por në anën tjetër edhe me përfitu